Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në Francesca Murati bën publike lidhjen e re të dashurisë pas ndarjes nga burri. Ish banorja e Bigut, Francesca Murati, e njohur për natyrën e saj diskrete gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, duket se po kalon një fazë të re në jetën personale. Pas muajsh spekulimesh dhe sinjalesh të tërthorta për fundin e martesës, Francesca ka tërhequr sërish vëmendjen e publikut me një postim të fundit në rrjetet sociale. Së fundmi, me nisjen e muajit shkurt, Francesca ka publikuar disa fotografi ku shfaqet në makinë e buzëqeshur, ndërsa në sediljen pranë saj ndodhet një buqet e madhe me trëndafila roz. Edhe pse nuk ka zbuluar identitetin e personit që qëndron pas këtij gjesti, mbi shkrimi që shoqëron postimin ka ngjallur kurreshtja dhe ka lënë të kuptohet se bëhet fjala për një fillim të ri sentimental. Kur një derë mbyllet, një tjetër derë më e mirë hapet. Ndihem kaq e bekuar sot që universi më ka sjellë gjithçka që mund të kisha dëshiruar ndonjëherë. Ju uroj një fillim të bukur të muajit, shkruan ajo. Gjatë eksperiencës në Big, ajo zgjodhi të mos fliste hapur për bashkëshortin, duke ruajtur privatësinë e jetës familjare. Megjithatë, pas daljes nga formati, disa veprime të saj u interpretuan si konfirmimi ndarjes përfundimtare. Shpërngulja në Tiranë së bashku me djalin, si dhe deklarata e saj virale, ai nuk do të gjej kurrë më mirë se unë, ndezën diskutime të shumta në rrjet. Pa dhënë akoma detaje konkrete, Francesca duket se po e lë pas të shkuarën dhe po shijon një periudhë të re më pozitive në jetën e saj personale, duke zgjedhur që këtë herë ta shpreh më hapur lumturinë e saj.